Vllaznia në futboll për femra ka mposhtur Apollonin me rezultatin 3-2 në Loro Buriqi dhe ka siguruar finalen e madhe për titullin kampion të këtij edicioni. Vajzat kuqeblu fituan fal dopjetës së Megidoqit dhe golit të Mustafait. Tashmë shkodrane do të luajnë ndaj Partizanit në ndeshjen finale për titullin kampion. Pas ndeshjes, trajneri Nikolin Leka dhe presidenti Lazar Matia u shprehën të bindur se edhe këtë vit titulli kampion vjen në Shkodër. Na kishim përbërë një ndër ekipet më të mirë në Shqipëri, ishte Fieri, ashtu si ndeshjen e parë, edhe këtë ndeshje ata përballon e mirë ekipin në Vllaznis, megjithëse na tregu me vlerat tona, kishim shumë raste me shënuar si në Fier, po edhe në Shkodër, ju e pat vetë ndeshjen, i kishim na gjithçka në dorë, por futbolli ka këta, edhe mund të gabosh, pson, por gjithçka ishin në kontrollin ton. Unë jam i kënaqur me veprimet e vajzave në fushë, me lëvizjet që bane, me markimet kundërshtarit në luftë për topin e parë, pra në përgjithësi jam i kënaqur për vajzat. Objektivi jonë që në fillim të kampionat, që në fillim sa ka filluar kampionati, në fillim sezonit është fitimi i titullit kampion. Dhe na për këtë punë punojmë dhe normalisht shkojmë për fitimin e titullit kampion. Na do të lëmë fushë lojës, por pa diskutim që Vllaznia do të luftojnë 100% për titullin kampion për Shkodër. Mendoj me lojën që u shfaq në fushën e lojës, mendoj që ekipi meritoi plotësisht fitoren, megjithëse ekipi bën një lojë të hapun, se vetë golet e shënuam edhe të psuam normalisht na gëzuan edhe më tepër sepse i dhan bukurinë ndeshjes, edhe pse kjo ndeshje ishte ndeshje shumë e rëndësishme. Ne do ta vlerësojmë maksimalisht finalen, vlerësojmë edhe emrin e Partizanit normalisht sepse të vjen mirë që ka dalë një emër i madh i futbollit shqiptar. Kështu që respekt vlerësim për Partizanin, gjithsesi ne kemi objektivin tonë dhe është investimi për të dalë kampion, por gjithsesi jo për të pas euforinë për te aty në limite, mendoj që ekipi nuk do të shkojnë asnjëherë në shtesën në penallti sepse janë objektivat për të fituar kampionatin investime dhe një ndeshje që shkon në shtesën në penallti bën që të jenë shumë i dyshimtë dhe jetë me frikë, kështu që ne do ta zgjidhim me siguri brenda 90 minutësh. Ndeshja finale do të luhet me 18 maj, teksa ekipi kampion do të përfaqësojë Shqipërinë në UEFA Champions League.